Eklipsi I datës 12 gusht 2026, çfarë duhet të dini për të? Është një eklips I plot diellor I cili ndodh në shenjën e Luanit. Po si ndikon ai tek shenjat tona? Së pari, shkencërisë duhet të dini se eklipsi ndodh kur hëna kalon midis tokës dhe diellit, por dhe ndikimet astrologjike nuk janë të njëjta tek shenja të ndryshme. Shenja e Dashit. Fokusi kryesor duhet të jetë tek dashuria, krijimtaria dhe projektet personale. Për dashin, mund të lind një histori e re dashurie, mund të merret një vendim në një lidhje ose dëshira për të nisur një projekt me kënaqësi. Është një periudhë që tregon më shumë për talentin dhe personalitetin. Fokusi për Demin është tek shtëpia dhe familja. Mund të ketë ndryshime në familje, në shtëpi ose në mënyrën si lidhesh brenda saj. Mund të mendosh për zhvendosje, rregullime në shtëpi ose çështje familjare që kërkojnë zgjidhje. Binjakët. Komunikim dhe informacion. Ky është fokusi. Mund të marrësh një lajm, të bësh një bisedë të rëndësishme apo të fillosh diçka të re. Mund të ndryshojë dhe mënyra si komunikon me njerëzit përreth. Gaforja, paratë dhe siguria. Mund të rishikosh të ardhurat, shpenzimet dhe mënyrën si menaxhon paratë. Mund të shfaqet një mundësi për të përmirësuar situatën financiare, por kërkohet kujdes me shpenzimet. Luani, fokusi, identiteti dhe fillimet personale. Ky është fokusi më I fortë. Mund të vendosësh të ndryshosh diçka të rëndësishme në jetën tënde, pamjen, drejtimin ose mënyrën si prezantohesh. Është një moment për të filluar diçka të re personale. Virgjëresha. Për këtë shenjë, fokusi është mbyllje dhe reflektim. Kjo do të thotë, mund të ndjesh nevojën të largohesh pak nga zhurma dhe të mendosh për gjërat që nuk dëshiron t'i marrësh me vete në kapitullin tjetër të jetës. Ndoshta mund të mbyllet dhe një situatë e vjetër. Peshorja. Fokusi qëndron tek planet dhe miqësi. Mund të ndryshojë rrethti shoqëror, disa miqësi mund të forcohen, të tjera mund të humbasin rëndësinë. Mund të shfaqet dhe një plan I ri për të ardhmen. Akrepi. Fokusi qëndron tek karriera dhe reputacioni. Mund të ketë një ndryshim në punë. Mund të jetë kjo një përgjegjësi e re apo vendim për drejtim personal. Mund të fillosh të mendosh më seriozisht se ku dëshiron të jesh në të ardhmen. Shigjetari. Fokusi për ty, udhëtime dhe zgjerim personal. Mund të hapet një mundësi për udhëtim, studim apo për të mësuar diçka të re. Mund të ndryshojë dhe mënyra se si sheh një çështje të rëndësishme të jetës. Brytësjapi. Fokusi për ty, financat e përbashkëta dhe lidhjet e thella. Mund të dalin në pa borxhe, kredi, para të përbashkëta ose detyrime financiare. Në marrëdhënie kërkohet më shumë besim dhe sinqeritet. Ujori. Fokusi për ty është partneriteti dhe dashuria. Marrëdhëniet do të bëhen qendra e vëmendjes. Mund të ketë një afrim, vendim për të formalizuar një lidhje apo një kuptim më të qartë se çfarë kërkon nga partneri. Peshqit. Fokusi për ty, puna dhe rutina. Mund të ndryshojë mënyra se si punon dhe organizon ditën. Mund të marrësh një detyrë të re, të ndryshosh rutinën ose të kuptosh se duhet t'i kushtosh më shumë vëmendje mirëqenies dhe pushimit. Ndikimi I eklipsit do të vazhdojë të paktën për 6 muaj që vijnë.